Jemi sërish në studio dashur miq për të vazhduar tani me mysafirën tjetër kësaj radhe në studio, jo nëpërmjet Skype-it. Në fakt që në fillim të emisionit e kam përmendur që një qershori sot Dita Fëmijëve kishim atë bllokun me fëmijët, po ashtu edhe urimi jon normalisht kom për ta, sot emisioni është për fëmijët. Por përveç fesës e gëzimit do të flasim edhe për gjëra tjera, për fëmijët në kohë pandemie, për të drejtat e tyre etj. Dhe do të flasim me Fatmira Ajdari, përfaqësuese nga Ambasada e Fëmijëve, Ambasada Botërore e Fëmijëve apo jo? Me gjashi po. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Është kënaqësi të kemi këtu dhe para se të vazhdojmë me bisedën, unë ftoj që së bashku, por edhe ato që na ndjekin, të ndjekim një klip që ju bën thirrje fëmijëve nga Me Gjashi apo jo, nga organizata Me Gjashi. Le ta ndjekim gjithë së bashku e më pas rikthehemi. Здраво, јас сум Бушавка. Сакам да ве замолам за солидарност. Сега седам дома и така се заштитувам и себе си и другите од вирусот COVID-19. Многу ги сакам сите од моето семејство. Тие се полни со разбирање и им го посакувам најдоброто на светот. Дома е многу забавно. Со моите најмили Правиме најразлични работи. Играме игри, читаме приказни, гледам интересни емисии и вежбаме, но и чистиме. Па и чистењето може да е забавно. Со наставничката и другарчињата учиме онлайн, а со моите пријатели се слушам секој ден. Си раскажувам интересни случки, сите заедно, заштитени дома. Мите ги рачињата, правилно и често, и не заборавајте на личната хигиена. И доколку имате некаков проблем, побарајте помош на 02 24 65 316 или 070 390 632. И вашата тајна останува тајна. Me Gjashi. Interesant në fakt ky mesazh, unë pash në fund që janë disa numra që mund të kërkohen ndihmë, apo më shpjego pak për këtë. Po, do me thënë që kur ekziston Ambasada e Fëmijëve Me Gjashi, që nga viti 1992, me njëherë pas asaj, do me thënë pas një viti, është hap linja SOS për fëmijë dhe të rritur, ku mund të drejtohen ato të cilët kanë nevojë për ndihmë, dhe do me thënë aty paraqitet kolegja psikologe, edhe mandej i ndigjon ato, edhe sipas problematikës i udhëzon në cilat institucione ose çfarë duhet të ndërmarrin më tej, po. Ka telefonata, ka fëmijë ose prindër që telefonojnë? Në të shumtën e rasteve janë të rritur, të cilët telefonojnë në emër të fëmijëve. Prej kur ka filluar pandemia, numri telefonatave është pak më i vogël. Mirë po, kjo i referohet më tepër edhe kushteve, do më thënë. Normalisht, po. Ajo privatësia që e kam pas fëmijët, do më thënë, të gjithë janë të koncentruar në banesë, në shtëpi edhe... Nuk mund të dalin, po edhe lëvizja është e kufizuar. E kufizuar, po. Por kishim një thirrje interesante pas lëshimit të këtyre klipeve, ku një fëmijë ka thirrë në telefon kolegen edhe i thotë që e kërkoi Bushafkon. Kërkoj ndihmë prej ati, se kushërira ime nuk i lanë duart. Edhe dua të thirë që ta mësoj se si ti laje duart. Edhe thot, po pse nuk i lanë duart? E pyet kolegja, thot, po nuk din se si, edhe prandaj kërkoj ndihmë nga ai që ta mësoj se si ti laj duart. Edhe kjo ishte një surprizë e këndshme, edhe njëkohësisht një shenjë që mesazhi ka arrit te ato të cilët është e nevojshme. Fakt, u emocionova unë, shumë interesante, por edhe në fakt thirrja e fëmijëve duket se janë vetëdijsuar, sidomos me këto masat e fundit, edhe kjo është shumë e rëndësishme që ata, në qoftë se shohin dikë tjetër që nuk kujdesi, që nuk lanë duart ose kështu, ja kërkojnë ndihmë, kjo vërtet shumë interesante. Ju po ashtu keni edhe një grup publik në Facebook, apo jo? Zahet në doma, së bashku në shtëpi, birilik të evde, ka në gjuhë të ndryshme, apo jo? Po. Çfarë postohet aty zakonisht? Qëllimi i kësaj platforme ishte që në fillimin e pandemisë, domethënë kësaj radhe me të drejtë të gjithëve na kapi të papërgatitur. Edhe ne kërkojmë mënyra se si mund të animohen edhe fëmijët, edhe prindërit në ato orë të gjata policore kur rinë në shtëpi, edhe
ishte si një sugjerim, si një motivim për njëri tjetrin për ato që do të postojnë, se si të kalojnë një kohë më kualitative në gjatë asaj kohë që jemi të detyruar të rrim në shtëpi. Po, ka shumë poste këtu, shoh prindërit duke që se kanë pranuar këtë platformë, le themi, janë aktivizuar. Po, jemi, si të them, pozitivisht të befasuar nga ajo që postohet në grup, për arsye se ka shumë poste kreative, domethënë të cilët prindërit bashkë me fëmijët i punojnë, edhe njëkohësisht edhe ato argëtohen, po nëpërmjet lojrave edhe mësojnë, edhe si që thash, u shërbejnë si motiv atyre të tjerëve të cilët e ndjekin faqen. Po, edhe normalisht pastaj ata aktivizohen dhe postojnë edhe ata. Kjo është një gjë shumë e mirë. Por ndërkohë, ndalemi pak tek pjesa e orës policore apo izolimit, që zakonisht për grupe të caktuara ka patur rregulla të veçanta, apo nuk di si ka qenë me fëmijët kjo, por a janë plotësuar apo a janë shkelur të drejtat e fëmijëve gjatë orës policore, si mendoni? Duke u nisur nga ajo që, domethënë nga informimet e prindërve, kishte disa, padyshim, kjo ishte një periudhë e cila ishte e vështirë për të gjithë ne, edhe sidomos për fëmijët, të cilët kanë nevojë që të dalin në park, të lozin në lagje ose gjetkë, por restriksionet e bën atë që e bën. Edhe, për shembull, ne kishim një reagim deri te Ministria e Arsimit në lidhje me nga lajmërimet e prindërve kuptohet se orari i mësimit të jetë në kur fillon ora policore, kur fillonte në orën 16. Për arsye se në këtë mënyrë fëmijët do të munden ta shfrytëzojnë kohën në të cilën e kanë të lirë. Domethënë, nga ajo ora kursi ishte ora policore, të mund të luanin, mund të aktivizohesh, ndërkohë që pastaj kur e kishin të rrinë brenda të ishte mësim. Të jetë mësim, po. Nuk e di sa u bë kjo, më duket në fakt s'u bë. Fakt, nuk po e them për juve, po e them nga ministria që ndoshta... Nuk... Duke marrë parasysh se nuk kishim më telefonata në lidhje me këtë problematik, edhe mandej, si duket se edhe mësuesve ju përshtatën asaj kohe, mirë po vazhdimisht ishin ndryshime, edhe vazhdimisht ndodhin ndryshime të cilat i përshtateshin. Do më thënë, kjo ishte një periudhë ku ishte e vështirë edhe për fëmijët, në një farë mënyrë edhe vazhdon të jetë e vështirë, për shkak se restrikcione ekzistojnë, pa marrë parasysh heqjes të orës policore. Por gjithashtu kishte edhe një ngarkesë të tepër të fëmijëve nga ana do më thënë me mësimet të tepërta. Por kjo nuk mund të përgjithsojmë për arsye se ka arsimtar, mësues, profesor të cilët janë kreative dhe din ta bëjnë më interesante, më të përmbledhur materialin edhe normalisht që fëmijët të jenë, nxënësit të jenë më të relaksuar. Pikërisht, e kam bërë sa më interesante që atyre t'ju duket më lehtë. Tani, kjo pandemia mund të ketë ndikuar për mirë tek fëmijët, domethënë për mirë në kuptimin që kanë qëndruar brenda, janë bërë më kreativ, apo mund të ketë ndikuar edhe le të themi jo aq mirë. Ajo mbetet ende të shqyrtohet në periudhën në vijim, për arsye se ende nuk i kemi rezultatet. Do më thënë, kemi gjimnazistët të cilët e përdorin kohën në mënyrë kreative, mirë po ajo nevoja për të dalë, për të shëtit, për të argëtu, për të shoqëru, ende ekziston. Mendoj se presioni është më tepër te fëmijët më të vegjël, për arsye se ato nuk kanë qenë aq, do më thënë, përsëri them, nuk mund të themi se kjo vlen për të gjithë. Normalisht, nuk po e përgjithsa. Ato e kanë nevojë më tepër interakcionin arsimtar, mësues, nxënës, edhe, do me thënë, ka shumë fëmijë të cilët nuk munden që t'i përshtaten këtij lloji të mësimi, aq më tepër që të rrinë brenda edhe mos dalin edhe të luajnë në përparqe edhe në Po, sidomos kjo pjesa e lërave, do me thënë, na bët problem ne të rriturve, e jo më pasaj fëmijëve që e kanë nevojshme. Do me thënë, ekziston kjo që, po, disa arsimtar, disa mësues e përdorin në mënyrë shumë kreative kohën me mësimin online. Mirë po diku kemi online po jo mësim, për arsye se dërgohen materialet edhe mandej prindërit. Ishte një periudhë mjaft e vështirë edhe për prindërit, për arsye se
është dashur që të kujdesen që do më thënë të bëjnë sqarim, e jo çdo prind është pedagog edhe që të mundet që ta sqaroje. Mandej, duhet ta marrim parasysh edhe faktin se edhe prindërit ishin të detyruar që të punojnë online. Edhe këtu më duhet ta cek edhe të më thënë hapësirat të cilat i kanë në dispozicion familjet. Jo gjithkush mundet të ndajë një dhomë për një person. Edhe kjo ishte një problematik shtesë, do më thënë edhe për prindrit edhe për fëmijët, edhe kur ekziston presioni, ajo ndikon edhe të fëmijët edhe të prindërit. Normalisht, po. Dhe në këtë rast, në fakt, duhet kështu një ndryshim rrënjësor të këtë gjithë, por jo, pastaj të gjithë kanë mjetet e nevojshme ekonomike, financiare, për të patur ndoshta një shtëpi shumë të madhe, që gjitha ketë atë këndin e vetë, dhe kjo është e kuptueshme në fakt, se ne e kemi atë tendencën që të jenë kreativ gjatë gjithë kohës është mirë, por është edhe kuptueshme kur nuk janë kreativ, sepse ndikon shumë faktorë. Aty edhe, do më thënë, është e rëndësishme të theksohet se jo gjithë të fëmijët kanë mjete të cilat kanë qasje në internet. Do më thënë, njëherë kemi që fëmijë nuk kanë aparate digitale që të mund të kyqe në internet, mandej rrjeti i internetit është një çështje në vete. Është mundje me dobët ose. Po, ka një numër të konsiderueshëm të cilët janë shkyqur nga ky proces, do më thënë, në përgjithësi. Edhe ato janë patjetër që të rrinë në shtëpi. Jo për të gjithë shtëpia është një vend i sigurt edhe vend i ngrohtë fatkeqësisht. Patjetër. A mund të bëhet diçka me këto? A do të bëhet diçka me këto? Për shembull, ndonjë mesazh tek Ministria e Shëndetësisë me arsimit, më falni, se normalisht ka fëmijë që nuk i kanë këto mjete, u bën disa aksione këtu që po dhuronin mjete, laptop ose iPad ose kështu, si mund t'i ndihmojmë për shembull këtë fëmijë? Po, Ministria e Arsimit doli me deklaratë se do të jepen voucher fëmijëve të cilët janë në nevojë, edhe do të thënë ato i kishin listat e krijuara sipas nevojave nëpër shkolla. Edhe vazhdoj ajo pastaj, po. Tash mbetet të shohim se si do të reflektohet kjo në fund të vitit, edhe në fillim të vitit të ardhshëm. Po si do qoftë ka mangësi të tepërta, domethënë. Edhe kjo nuk mund t'i adresohet vetëm një subjekti, vetëm një institucioni, po kjo është, domethënë, na përfshin të gjithëve si shoqëri. Normalisht duhet bëhen shumë gjëra që fëmijët, të paktën ata se nuk ja ka fajin askush, domethënë, nuk e kanë këtë taksirat, por do mundohemi që për ta tjetë të bëhet më e mira. Në ndërkohë, sot një qershori, shumë njerëz e marrin festë, shumë njerëz, në fakt në një periudhë normale do festoheshte nëpër shkolla me maska, festivale për fëmijë etj. etj. Duhet të bëjmë festë në për një qershor, apo ndoshta prindërit mund të kërkojnë më tepër të drejta në emër të fëmijëve, por pse jo dhe fëmijët? Unë uroj që të kemi situatë që të mund të festojmë mirë, po edhe për krah asaj feste që organizohen në shkolla në raste normale, përsëri mesazhet dërgohen tek popullata, domethënë tek ato të cilët marrin vendime në lidhje me të drejtat, me fatin e të drejtave të fëmijëve në për vendet të ndryshme të botës, por edhe në vendin tonë. Duke marrë parasysh situatën në lidhje me të drejtat e fëmijëve në vendin tonë, ne kemi ende për të protestuar dhe uroj që sa më shpejt të kemi atë fat që të festojmë, por fatkeqësisht edhe ju bëni një lloj ndihme në këtë apo jo? Tani, ne flasim për të drejtat e fëmijëve gjithandej, por unë doja të pyes çfarë të drejta duhet të kenë dhe duhet të dinë fëmijët, dhe le të themi kush do t'ua thotë këtë gjë. Se për shembull unë po marr shembull veten, nuk e di për shembull çfarë të drejta mund të ketë fëmijët, ose mund të kem pasur unë kur kam qenë më i vogël. Kështu që na sqaro dhe pak të pjesë për ata që na ndjekin edhe që ta dinë. Disa nga të drejta, për shembull, nuk e di tani, e drejta për jetë, për shkollim, këto i di. E drejta për jetë, për shkollim, e drejta për një shtëpi të sigurt, një banesë të sigurt, e drejta për shkollim, që është e cënuar tek ne, domethënë ne kemi statistikat tregojnë se rreth 18.000 fëmijë deri në moshën 18 vjeçare nuk janë të kyçur në procesin arsimor. Mandej kemi rreth 2.000 fëmijë të cilët janë në rrugë, edhe ato janë gjithmonë
si të them, më të rrezikuar në të gjitha aspektet. Dhe këto në fakt janë kështu numra shokuese, 2.000 fëmijë që janë në rrugë dhe kështu është problematike. Fatkeqësisht edhe, domethënë, ato janë gjithmonë më të rrezikuarit. Kjo, në fakt, po mbes pa fjalë, realisht ne tham një qershori i fest, po jo, nuk që ka realisht koha për fest, që ka... Po prandaj thash, unë uroj që ne të arrijmë atë situatë që ne të mund të festojmë. Mirë po, edhe në për organizimet festive, nuk është se nuk dërgohen mesazhe për domethënë për inkluzion në për shkolla, për përfshirje të gjithë fëmijëve në shkolla, për përmirësimin e kushteve, për ajrin e ndotur i cili ndikon tek fëmijët. Fatkeqësisht, domethënë në të gjithë vendin, po kryesisht në Shkup, ajri i ndotur është një problem, po. Një problem mjaft i madh i cili domethënë ndikon te të rriturit, por plus ndikon edhe më tepër te fëmijët të cilët janë në zhvillim e sipër. Normalisht, dhe atyre u bën më tepër dëm se sa mund t'i bëjnë një të rriturit, sepse me atë rritet dhe fatkeqësisht nuk duket e mirë në të ardhmen. Po, a informohen fëmijët në lidhje me të drejtat e tyre? Përmende pak që për një qershor jepen mesazhe gjëra, por në raste më konkrete ose... Fatkeqësisht, hulumtimi i fundit të cilin e ka bërë Ambasada e Fëmijëve me Gjashi tregon se rreth 70% e fëmijëve nuk janë të informuar për të drejtat e tyre. Kush duhet t'i informoj? Zakonisht fëmijët informohen në shkolla. Domethënë në ambasadën tonë kemi vizitor javën e fëmijëve, domethënë ajo java e parë e tetorit. Bashkë me mësuesit e tyre vinë në ambasadë dhe ato paraprakisht i bisedojnë në shkolla, por tash nuk e di edhe sa merren edhe sa i jepet rëndësi kësaj çështje. Duke marrë parasysh hulumtimin, domethënë se 70% e fëmijëve nuk janë të informuar për të drejtat e tyre, atëherë i bie që nuk janë të informuar. Por kryesisht informohen nëpër shkolla, tek mësuesit. Mandej kemi të thënë se, domethënë sipas informacioneve dhe të dhënave, fëmijët, shumë pak fëmijë kërkojnë ndihmë te arsimtarët, te pedagogët, te psikologët. Dhe kjo është në fakt e trisht duke qenë se përveç prindërve, pedagogët, arsimtarët janë prindërit e dytë edhe njerëzit më të besueshëm. Tani, le themi, fajtori mbetet jetim në thojza, po them faj, se ndikojnë shumë faktorë në gjithë, nuk mund të themi që ky ka fajt ose kjo, por a duhet bëjmë më tepër ndoshta mësuesit që t'i informojnë, që t'i afrojnë, apo edhe ato të shkretët s'kanë faj? Ashtu si tha, faj është i shkretë dhe tash edhe ne krejt amnestohemi në një farë mënyrë, po padyshim se, domethënë, informimi, ngritja e vetëdijes ka të bëjë shumë, edhe nëse punohet në këtë drejtim, padyshim se do të ketë rezultate, mirë po paralelisht me të drejtat e fëmijëve vinë edhe obligimet. Domethënë nuk është se unë kam të drejtë ke, ama ke edhe obligime të cilat e burojnë nga ato të drejta. E kuptoj. Dhe atë pyesja për a ka të ardhme të mirë të ndritur fëmijët këtu në Maqedoni, si e shikon? Ka mendimi jote. Unë jam optimiste gjithmonë, edhe situata nuk është se është aq e ndritur. Domethënë duke marrë në përgjithësi si shoqëri. Për arsye se ajo çfarë jetohet nga të rriturit nuk është se nuk reflektohet tek fëmijët. Fatkeqësisht në gjendja në shoqëri është ajo që është. Mirë po, unë përsëri shpresoj që fëmijët kenë një të ardhur të ndritur këtu. Ne punojmë në këtë drejtim që fëmijët të jenë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre, për obligimet e tyre, që t'i thonë jo dhunës edhe t'i zgjedhin problemet e tyre në mënyrë të padhunshme. Domethënë ne kemi programin për arsimin paqësor, nëpërmjet të cilit domethënë punojmë që edhe i motivojmë fëmijët edhe i bashkëpunojmë me ato në fakt për të gjetur mënyra më kreative për eliminimin e dhunës. Patjetër, kjo në fakt është një gjë e mirë që bëhet, se këtyre fëmijëve që ne i përmendim vazhdimisht duhet
të sigurohet një ardhme më e mirë. Tani, për fund, duke qenë se jemi nga minutat e fundit, do na tregoni se përmendi gjatë intervistës që keni patur disa aktivitete, si kjo e fundit, por na tregoni disa nga punët që keni bërë, por edhe në qoftë se mund të drejtohen fëmijët ose prindërit tek ju. Thamë në fillim që është platforma në Facebook, por ashtu na tregoni pak për gjithë procesin punën që e keni bërë ju. Mendoni në gjatë kohës së pandemisë ose në përgjithësi? Edhe gjatë kohës së pandemisë, por edhe në përgjithësi. Disa gjëra që ja vlen të ceken. Do më thënë, Ambasada e Fëmijëve me Gjashje ka një bagazh prej 28 vjetësh, do më thënë në 29 prill e festuam 28 vjetorin, edhe do më thënë në 28 vite janë përfshirë shumë aktivitetet të cilat bëhen. Po një nga ndihmat të cilat mund t'i jepen ose udhëzimet është edhe telefoni SOS për fëmijë dhe të rritur në ambasadë, ku si që theksova paraqiten koleget psikologe, të cilët mandej sipas rëndësisë të rastit edhe e udhëzojnë, domethënë, prindin ose fëmijën se cilat janë hapat të cilat duhet të ndërmerren në vazhdim. Gjatë kohës së pandemisë ishte, domethënë, Ishte grupi këtu apo jo, por edhe... Grupin të cilin e formuam që të kenë kohë më kreative, platformën, padyshim. Mandej u angazhuam edhe në aspekt ndihmave të familjeve të cilët janë shfrytëzues të shërbimeve të ambasadës të fëmijëve. Mandej kishim edhe kërkesa nga klinikat kryesisht të fëmijëve, do më thënë, kur ishte fillimi ajo mungesa e maskave edhe mjeteve mbrojtëse të cilat u dërguan. Përsa i përket programeve të cilat punohen në ambasadën e fëmijëve, si që theksova me shkollat e mesme kryesisht, kemi programin për arsim paqësor, ku do më thënë qëllimi këtij programi është në mënyrë të padhunshme zgjidhja e problemeve në mënyrë kreative dhe paqësore. Mandej kemi edhe programin për t'i marrim të drejtat në duart tona, qasjen reziliente tek nxënësit, me të cilët e punojmë me shkollat fillore. E kuptoj. Dhe me dhe një numër shumë i madhe aktivitete, se tani po i morë me rap, ashtë është edhe koha. Uroj që ata që na ndjekin, nëse ka nevojë të telefonojnë tek numra që i pan në ekran, mund t'ju gjejnë edhe tek platforma, unë po e përmend edhe njërë, Zahet në doma, së bashku në shtëpi, ku ju mund postoni gjëra të ndryshme të fëmijëve tuaj, po ashtu pse të gjejnë edhe kontakte të ambasadës, apo jo për çdo rast. Po, ka kontakte edhe ato të cilat, domethënë të gjitha ato postimet që bëhen në fund të pandemisë, uroj që të jetë sa më shpejt, do të bëhet një kolazh për zgjedhjes të atyre postimeve më kreative dhe mandej do të postohen në webfaqen e ambasadës së fëmijëve. E kuptoj, shumë interesante. Fatmira, unë falenderoj shumë që ishe këtu me ne. Uroj punë të mbarë për ty dhe shpresoj që kjo pandemia të largohet dhe pse jo të lirohemi gjithë dhe ta kemi kështu punën normal. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve, kënaqësia ishte e përbashkët.